78 vjeçarin e mashtruan se do të bënte pasuri të madhe me kriptovaluta i zhvatën 300.000 euro. Një rast mashtrimi gjigant që përfshin qindra mijëra euro po hetohet nga autoritetet policore në Thesproti pas një ankese drejtuar nën drejtorit të sigurisë i Gumenicës, një 78 vjeçar banor i Parapotamos. Thesproti i raportoi autoriteteve se kishte rënë viktime mashtruesve të cilët arritën t'i xhvasnin atij 300.000 euro. Veprimet e individëve të panjohur filluan në shkurt të vitit 2025 dhe zgjatën deri në qershor 2026. Autorët i ofruan të moshuarit duke i premtuar fitime të mëdha përmes programeve të investimit në kriptovaluta. Selia qendrore e kompanisë supozohet se është jashtë vendit, siç raportoi 78 vjeçari tek autoritetet. Mashtruesit arritën ta bindin 78 vjeçarin se do të kishte fitime të mëdha dhe të sigurta dhe me këtë truk e çuan atë në transferta të njëpasnjëshme të shumave të mëdha të parave. Është ngritur një çështje penale për mashtrim ndaj personave të panjohur, ndërsa hetimet paraprake dhe hetimet janë ndërmarrë nga Nëndrejtoria e Ndjekjes dhe Hetimit të Krimeve të Igumenicës.